Bamir Topi, ish presidenti i Republikës, ishte në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në cilësinë e dëshmitarit. Bëhet fjalë pikërisht për privatizimin e ish kompleksit Partizani, ku të thirrur janë dhe ish kryeministri, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, por edhe dhëndri i tij, Iamaber Maltezi. Gjatë dëshmisë, presidenti ka sqaruar se nuk ka marrë pjesë në procesin e shqyrtimit të pronës, por edhe procedurave administrative që lidhen me ish kompleksin sportiv Partizani, duke theksuar se kompetencat e kreut të shtetit në këtë rast ishin përcaktuar nga kushtetuta dhe ligji. Ajo që ishte shumë e rëndësishme është që nuk kishte të bënte fare me jurisdiksionin dhe me detyrat që kishte sipas kushtetutës presidenti apo presidenca. Pse? Sepse kjo pronë e ushtrisë ka kaluar me plan e përhapjes qysh në gushtin e vitit 2007. Pra në atë kohë, kjo pronë nuk ishte më pronë e ushtrisë, por administrohesh nga strukturat administrative shtetërore dhe ishte futur në linjën e privatizimit. Procesi gjyqësor për dosjen Partizani në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar vijon me administrimin e provave dhe dëgjimin e dëshmitarëve të thirrur nga gjykata.